A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dersi I fundit të Sewadul Azam ishte se Kurani Kerimi nuk është I krijuar pa fjala e Allahut është Kurani, po ashtu edhe libra të tjerë. Prandaj ne besojmë se është cilësia e Allahut, nuk themi se ka fillim. A për Kur'anin që e shqiptojmë fjalët që I nxjerrim neve, apo që e shtypim në për fabrika dhe kemi në për shtëpi, ajo kuptohet se është diçka e krijuar. Meselja 13 sot është në radhë që do lexohet. Allahu Teala na rujt akiden, Allahu Teala na rujt çdo vepër që të na zbehet zemra, ende e marrë atë hykmin e dynjallëkit, që të hiqet nuri I Allahut për aty, e ma pas sefte fillon me veprat këqija gjema. Fillojsh ato farzet mos I bëjsh kadal, ibadetet mos I bëjmë në rregull, pastaj ajo kcen në akide. Kur kcen në akide disa vite që aty vërtitesh, nëse je robi I dashur I Allahut, sprovohesh e ne kthejsh prap në akiden e shëndosh. Nëse e ke meritun dëshkimin, Allahut len me qatë akide të vdesish. Nëse je halama I malkum të Allahu, masa sa akides përfundojmë me kufër, Allahu Teala na ruaj gjithve. Për qatë I mbajmë këto derse, jo që nuk I dim këto tema, po me u përsërit është mirë. Në për medresa ashtu është plan programi. Do me thonë, 4-5 libra lexohen në akide. Pse? Do me thonë, një hoç duhet t'jetë vetë njëherë shumë I bindet, ma pa t'i bindet qerët, po edhe duhet t'i dijen në hollësi, në pika, kitë ato mesele që duhet ruhet akidja ehli sunnetit. Unë e kom qif, një njeri që I ngjon derset, ta dihet çka është ehli sunneti, se pa ehli sunnet nuk hyet në xhennet. Vazhdojmë tash. Meselja 13. E ka obligim besimtari e njera ta shoh, pra ta besoj, adhab el qabri haqqan, dënimin e varrit ta besoj si hak, si të vërtet. Sepse thot, kush e mohon dënimin e varrit, mund t'jetë edhe shpërblimi I varrit, po pse duhet ruhemi ma tepër, vetëm dënimin e përmendin ulemat, se ka edhe shpërblime në varr. Fe innehu dalun mubtediun mu'taziliyun. Ai që e mohon jetën e varrit është dalun I devijuar, mubtediun është bidatçi në akide që është më e rrezikshmja dhe është një kajde mu'tazilije, që mu'tazilet ndajnë në dy mendime këtu, disa thujnë ekziston, disa thujnë jo, logjika këtë nuk e pranon. Ka thënë pejgamberi I dashur sallallahu alaihi wasallam, el qabru rawdatun min riyadil jinan. Varri është një bafshë, një obor nga oborët e xhennetit, e hufratun min huferin niran, ose është një gropë nga gropat e xhenemit, deri në fund të hadithit. Vazhdon hadithi më tutje. Allahu Teala na ruaj gjithve na baf varrin bafshë e xhennetit. Thot tash myftia I madh I perandorisë osmane. Ehli sunneti me ixhma, me unanim, gjithë ulemat unanimisht e pranojnë se adhabi I kabrit ekziston, dhe kjo përmendet edhe në Buhari edhe në Muslim. Këtë e forcon edhe ajeti kuranor, surja Mu'min, ku thot Allahu Teala, en-naru yu'radune aleha guduven ve ashija. En-naru, zjari, ai zjar, çfarë zjari është me dit, yu'radune aleha, njerëzit do t'i paraqiten asaj guduven ve ashija. Enen sabah, enen në akşam. Pa dit e nat do të ekspozohen pranë zjarit njerëzit. E si do ekspozohen? Botën tjetër po shkove, dhe jesh një herë për gjithmonë në xhennet, ose Allahu Teala na ruaj në xhennet. Si dit e nat. Do me thanë, jetën e varrit do ndodhe kjo. Dit e nat, derisa të krejse qameti, si ndëshkim, do t'u paraqitet vendi I xhehenemit aty në njerëz. Ja, për çfarë duhet me pas shumë kujdes. A mas tepër me kujdi paraqitet ky zjarr, aty në që e mohojnë dënimin e varrit. Se ato direkt në akide kanë bë prishje. Tregohet disa raste kanë ndodhur kur I kanë fut gjunafqarët në varre, usat, gjunafqar, ndoshta njerë me gjunah në akide. Kur ja kanë bo gati varrin, kanë gjetë aty shumë gjerprin të mëdhej.
pastaj e kanë çelë një varr tjetër, të njëjtën e kanë gjetë edhe aty, edhe një varr tjetër, të njëjtën edhe aty, deri 30 varre, të secila skena e njëjtë. Aty e kuptojnë se la yahrabu min Allahi haribun, nuk mund të ikë Allahut askushi, wala yaghlibu Allahu ghalibun, e as nuk mund të amposhtë Allahun askushi. Prandaj çata njerëz i kanë fut me gjithë ato gjarprin në varr. E çka simbolizojnë ata gjarpër? Wa hiya ameluha, janë veprat e tyre, veprat e njerëzve. Allahu Taala botën e varrit e kryon në dimenzione qera. Berzekh i thujnë asaj, ka lidhje edhe me këtë dynjë, se berzekh do thot ajo që është në mes. Ka lidhje edhe me këtë dynjë, i dëgjon njerëzit që vinë luten, i dëgjon kamët, hapat, thot pejgamberi alayhis salam, ama çilet edhe një perde nga bota tjetër. Për çat i shef ato, dënjet për qeramet, Allahu edhe neve që jemi gjallë mund të na paraqesë ato gjarprim, pra ato vepra kanë marrë më dimenzione qera. Se është qëtër dynja, qëtër botë. Kale a.s. ka thënë pejgamberi a.s. men qara e suret el mulk fi kulli lejletin, pra mbona njetu harova kitë. Kush e lexon surën Tebare kelledhi që i themine, surën mulk, gjdo natë, ama gjdo natë, këtu ka një kajt, në më thënë, ka një përkufizim. Defa Allahu anhu adhab el qabri, Allahu Taala ja largon dënimin e varrit. Po ashtu ka thënë Allahu Taala në surën Taha, wa man a'rada an dhikri, kush rin indiferent, kush e kthen fytyrën nga përmendja ime, pa nga dhikri, pra nga Kur'ani. Fa inna lahu ma'ishatan dankan, me të vërtet për atë do ketë një jetë shumë të ngushtë. Disa müfesir kështu e kanë komentu. Jetë shumë të ngushtë në varr. Do të ngushtohet varri, Allahu Taala na ruaj. Bëhet rivajet nga Umame el Bahili radiallahu an se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, idha mata ar-rajul, kur do vdesë një njeri, wa wudi'a ala qabrihi, nëse një kitab të akides to meseles një gjeni. Kitapet e akides, sidomos ilmi qelamit hele, hyet vetëm në argumente. E në lodhesh. Normalisht me dije duhet ta lodhish trunin që ta kuptosh një mesele. Mirë po çe dallimi që e van Osmanlia. E në ta kallzon meselen e në mapa hyn në praktik, derse shumë të bukura janë këto. E në juve Allah ju shpërbleft, 5:30 sabah, sajt kiti kini kuq, as njëni para orës 11 nuk ka flet, se janë harru ato musliman që masjatësie me njerë kanë flet. Hoxho si dhe flim, ta i në mbajsh neve masjatësie, bëjmë muhabet normal, po. Gjene masjatësie kur pim qaj, usos ajo punë, haroja atë ditë gjumin, ama elhamdulillah që, qka bëjmë? 5 sabah vim elhamdulillah, e mgjallim islamin. E mgjallim gjema, që këshu mgjallet islam. E këtë që dhe, kur dhe të vdese gjyshi që dhe bësh me vlotë që të nëse s'ke arë në 5 sabah në ders, nëse gjumajat s'ke arë në ders, nëse s'ke shkundë një mirëlis tjetër në ders, as babajot kur do vdese gjyshjot, s'do jashoja khairin veprave tuja, e në qatë me vludin që dhe bësh sa për me thanë se në muhale kom bëha. Ashtu nuk më gjallet islami. Islami më gjallet me derse, dhe marish libra dhe lezojsh, derse dhe njëjsh, pa keq kuptime, dilidhesh një hoxhe, a kapish e këshu gjyben, e në nuk dhe lishojsh, hoxho, si o kjo mesele, hoxho, si o kjo mesele. Për ndryshe, shifni si janë rrethanat njerë. Filon njeri fal namaz mbas disa viteve e len. Filon njeri fal namaz mbas disa viteve bëhet ateist. Filon njeri fal namaz vjen derse bëhet vehabist, bëhet modernist, bëhet qishit, bëhet kueligjiist, bëhet kueligjkaist, kitë janë gjennemist. Ribe që aty me një vi. Ri aty ku kanë dhejtë hoxalarët tonë, gjyshrit tonë, ama son rinë, se nefs ka, nefs. Dhe kushi e le komplet nga dora, e qetri tu thanë në islam devion. Për që ati mbajmë këto derse. I dhamate rajul, kur dë vdese njeriu, dhe vudi ala qabrihi dhe dë vendoset më në varin e ti, veç paramendoni atë skenë. Ma shumë se 100 derse ndikon ajo skena. Kur qilet vari, në qefin e kanë fejt njerin, edhe hynë mo. Aty fillon e vërtet o gjema.
hatta ya'tiyaka al-yaqin, u desh të bësh ibadet Allahu derisa të të vijë e vërteta e padyshim të yaqini 100%, cila ajo vdekja. Që ajo është e vërteta më e madhe, shkojsh çat e varrosish, a këndej hala mesazhe të rinë, ku do zatekna. Gjithë bëjmë hala dëni rizillek, dëni zina, dëni estakfirullah më flas fjalë këqija 5 sabat ashtu çuditi. Unë se ne kuptoj që këtë, e shtinë e mvor, hala mesazhet aty. E shtinë e mvor, hala planet, shkoj diqanin të qeli se, ti barem qatë ditë me ndalu pak, ndalu, lezo dhe një suret, te bare ke ledhin lezoje. Falde një namaz qatë ditë barem. Va kom të regu një, u zgjedh, ka një laf pisa jo. E si kur aktori ma i bukur i Turqis u zgjoth e njeri, Dimitat. E në varroset, gjenaze, vdes, një pi pasanikve matë më dhejtë Turqis, S.A. që e kanë atë firman, Sabanji, Sakëp Sabanji vdes. Ki aktor, kitë njerës me stil aty, ka vdek një miliarder, apo, nuk dhe shkoj e hoxha besim atë në gjenaze, se s'ka vend, pi njerësve qerë. Të kitë aktor janë vesh si maneken, e në thot që aty u udhëzova. Kur edhe qaj miliarder hyni me një qefin dërtok, e kuptova se kjo dynja kana vetëm një rejnë. E në u interesova, sibe, ku, si të bojmë musliman, elhamdulillah, gjeta një hoxha efendi, e në nuk ju ndajta ati hoxhës. Aktor, o gjema, më i heshëm se kitë neve. Femnat më të bukre i ka pas nga të. Pare ka pas, neve kitë me imblet që këtu pasurit, zeqatin e ati se në mbrim, ama i lakit anësh. Nëse u intereson shumë, ama me një kusht, fotot e vjetra moja shikojni, më u fes në gjyna, hyni në Google, shkrujni me y ama, Jashar, me y shkrujni atë y ashar, në më thënë Jashar Alptekin. E në unë më bon nasib të shefem me këtë në gjamin tonë, kishar njerë vizit. Normalisht gjemati jonat nuk e njef, hoxalarët atë nuk e njohin, ama neve që kemi shiku filma në fëminin tonë, sidomos filma turk, unë e njofta, dhe të ne dishim, kishë dalë edhe në lajme se e folqin, gjia bo ki, hu baba hu, pale shka i kanë thanë. Sot, qishit a bo ky, e ka kuptu të vërtetën, bojt qishit sot. Një terlek të bukur, një mjekër të bukur e kishtë e lishu, e në kure përqafova, e kuptoj pësyve pse e përqafoj. Në me thonë, a kupton, u gëzova elhamdulillah shumë që e parë. Një njeri si une që ka bo teube njetën e ti, ama teube e ati është shumë ma e naltë. E që, e kanë shtinë në vorë. Fejegji u melekun, vjen në atë moment një melajqe. U e kodu inde rasihi dhe ulet pran kokës së ti. U e adhebehu, këtu bëhet fjallë për një person specifik. Neve gjithë vetë në vinë melajqet në pyesin kush është Zoti jot, kush është pejgamberi dhe kush është qitapi. Mi po kjo është një njeri specifik që ka bodë një gabim këtë jetë. Thot pejgamberi, vjen melajqe, ulet në bikok dhe fillon të dënoje. Mirë po vetëm me një goditje me çekan. Aq fuqishëm i bie sa nuk i mbetet as një gjymtyr pa u coptu. Në atë moment fillon të ndizet varri me zjarr. Thot ai njeri, thot me laqja, qohu tash me lejën e Allahut. Ai kur qohet, e ndjen një dhimbje akoma më të madhe dhe pisklon me një pisklim, me një brit më të madhe. Sa që këtë gjallësat mes qiejve dhe tokës e dëgjojnë përveç i gjineve dhe njerëzve që janë mykellef që kanë përgjithësi ndaj ibadeteve ndaj Allahut xhalla xhelalu. Si sprof neve nuk e ngjym. Pastaj thot ai njeri në varr, pse ma bone këtë? Pse më dënove? Unë namazet i kam fal. Namaz ka fal ky njeri. Unë zeqatin e kam dhënë. E kam bë hesab tamam si duhet. Altanat e gruas i kam mat, pasurin teme e kam mat. Unë agjerimet në Ramazan i kam bajt. E që këto ibadete që ato qerat i kam bo. Me vlut gjyshit tem i kam bo. Si në digjini gjallit tem, ma pasa shku në gjallarët i mora lodrat, mas lodrave shkume dhe në banket, kiti bona. Nese, kjo ka qenë musliman i mirë. Këto ndoshta si ka bo. Thot me laqja, u adhibuke, të kam dëshku ty, për ta futa me që këtë qekan ty sa ta qova piskliman, bi enne ke merarte jeumen bi mazlum, ti kalove një dit pran një mazlumi,
Pra një njeriu të shtypur që i bëhet të zullum, hetshe në internet, e në tak dul një fëmijë i Palestinës që pisklon, thot aska dëni musliman të vjetë në ndihmoje, ku janë ato shtetet arabe, ku janë gjithë ato miliona musliman, festegathe, kërkoj imdat, kërkoj ndim piteje, felem të gëthe, hu ti nuk i ndihmove as pak ati. Tama. Pandaj edhe një herë, shtriu, feduri be fi kabri mjetë e sautin, 100 herë me kamgjike godet edhe një herë ky melek këtë njeri. Ashtu si thot Allahu Teala, wala terkenu, mos anoni që, wala temilu, mos anoni ile ledhine dhalemu. Pa këtu nuk është vetëm që nuk i kanë ndihmu, si neve, sën i kanë ndihmu, po ka anu, ka zullumqari, ka thënë, majr e kije. Tamam, për hapin llafe për ty, shpifin për ty, nuk i dalish zot njeriut, po, majr e ka, kush e di që ka bojën aja, po, anojsh ka zullumqari, e shojsh ki në ftyrë, ma shumë i ngjan faraonit, se sa një muslimani. Ama i konvenojnë këto muhabete. Ku jon këto muhabete? Në xhamin saft pare, në ka safi i dytë ka qoshet, ka shkallët e hutbes. Aty vërtiten këto muhabete. Ta dini. Për qatë, kur din gjojni, mos u çuditni. Dite u dhu billahi mine shejtani rajim. Thuje në shkon saft fundit falu, në gjojët që këtë hoqë. E në hynë të usos kametin, në gjojët që këtë hoqë. Dhikret bonin shpi, dhikret bonin mezhlis, vende kurin gjahila, shpifës a mos rini, se një dit mund të krefe zemra aty. A dini pi ku fillon kjo? Njësh e në mësojsh të njësh, sa që mësojsh edhe ti bartish. Ja bartish mapa. Hoxho kësha u ka thënë për taj. E pse si a theve hundët edhe buzët në atë moment? Po, gjyna hoxho, e po ma gjyna ishte të ma përcjelish këtë mu? Ta lashat të fole, apo? Atere në këtë gjyna mu e bon, hunde bus, mos e prek, largu! Ama edhe mu mos hajde, të ma bartish. Se një dit, ku e dish unë atë voglin e qënë spital, lë një sprovë në shpi, po më dhem dhami, më dhem kraja, ndë e shofat aty, se unë i qasaj lagjes, jom, e në mapa, pi aty dë më shojsh mu, në lajme. Nëse s'dush kjo të ndodhe atër, mirë është, këto muhabete. Tamam, se shumë faraona sot falin namaz, tamam. Hoxha i hoxhës tem ka hy një ditë në xhamin Fati, Sultan Fati, që kemi hy edhe neve sa herë. Dilni me pi xhamie be, qafira që binin sesh dhe ju s'jeni për në xhami. Hoxha Efendi, math i perandoris Osmani, myfti 4 mesebeve. Tamam. Nëse kemi këtë guzim, ama ta dini ka shumë qafira në për xhamia. Mirë, do me thanë, mos anojni ka zullumqari, për qatë Allahu Teala ja ka dërgu këtë melaqe, ta dënoje. Ka thënë faqihu i famshëm Ebu Lethe Semerkandi, rahimahullahu Teala, kush dëshiron të shpëtoje nga adhabi i varrit, nga ndëshkimi i varrit, fa alehi en yulazime bi erba ashya, ai e ka obligim t'i përmbushe, t'u përmbahet që këto 4 gjëra dhe të largohet nga 4 gjëra tjera. Sa i përket atyne që duhet t'i përmbahet atyne gjërave, është e para 5 vakët namazin t'a fale si duhet. Në vakët t'a fale, mos e lanë në kaza. Sigurisht para kësa është akidja. Akidja duhet jetë ehli sunnet. Ve sadakati, duhet sadaka pra zeqatin t'a jape si duhet. Të lexoje Kur'an si duhet dhe bëje dhikër sa ma tepër, të këthiru këthret u tesbih, shumë bëje dhikër. Në zatën namaz bëjmë disa dhikre, inshallah quhet ajo shumë, mirë po edhe jashta namazit. Sa ma tepër dhikre, aq ma tepër thot dhe të ndriçoje varin dhe dhe të zgjeroje varin. Kush edhe njerë, namazi, zeqati, jashta zeqatit mund edhe sadaka, leximi i Kuranit dhe me përmend shumë Zotin. Përmendja më e madhe është nders. Tash nuk e hap një gojën ndoshta, këtë qelizat, derisa i mbajsh aktiv, ta kuptoj unë dinin e Zotit tem Xhelle Xhelalu, ta dini se është dhikr kjo. Çdo frymarrje këtu quhet dhikr. Në këtë nuk e thon për me egzageru. Sa i përket 4 gjërave që duhet t'u largohet njeriu është e para gënjeshtra, e dyta tradhtia. Ke kujdes tamam. Gruaja nuk të shef, Allah i të shef. Gënjeshtra, tamam, nëse kuptojmë se në rresh, Allah i e din.
Allahit nuk I hik asgjë. U nemime që me bart lafe, me mbajt fjalë. Bartish, ki ka fol kështu për taj, ai qetri ka thënë kështu për ty. Këtu hyn edhe gibeti normalisht se indirekt folish edhe mbas shpine. Wal baul ala al badan wa thawb, edhe urina që rin në trup, pra nëse ka stërpik në trup apo në teshat. Se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, istanzihu anil bauli. Rini larg, pa kujdes, rujuni nga urina. Fe inna amet adhabil qabri minhu, sepse shumica e ndëshkimeve të varrit vjen nga urina që nuk kujdesemi. Për çat një musliman nuk mund ta bëjë urinën në kam të ato pisoara, si I thujnë aty në për restorante. Gjalim hala nuk e kupton gjion ata. Nider bundar, gjion këto ma bën. E gjithi thom tash, aty e bëjnë nevën, jo thom, aty për të vjellë. Krasimi bukur apo. Do me thanë nuk është ajo për muslimanin. Se pi aty është distance afërt, kur bie taj guri, stërpik të teshat tuja. Muslimani duhet të bëjë ullur urinën. Edhe për shëndetin e ti, është shumë më mirë se lirohet ma te për ajo fshikza e urinës. Do me thanë si kanë qenë ato tualetet e vjetra më para. Ama jo edhe në qosht bafqes, a gjese traum, së në shkojshë në dytë natës kur të vajnë të urina, ajo është hala ma mirë gjemë, atër ma pas ka I gjinë në shpi. Ama tash zaruret jetojmë në për shpia, në për banesa, në gjamia, në brenda mo tash kanë njës t'i bëjnë tualetet, apo poshtë, katin e podrumit. Mirë po të paktën t'i bëjmë me që ato për toke që janë, që të ulesh dhe të lirohesh halis si duhet. E në për shëndetin është shumë ma mirë. Sa ne kuptum apo. Me këtë hadith japim argument qafirave që dun të na zanë ngusht, hadithet e pejgamberit na thonë të pim shurë, deve, apo pshurën e deves ta pish. A ka ashtu do hadithe? E me që këtë hadith ne japim gjevap aty, në mbylle gojen, ti zete nuk I besojsh haditheve, unë I besoj haditheve, e në ati hadith I besoj, e në këti hadith I besoj. E ku është argumenti këtu? Aty është khas, tamam, aty është për një lloj deveje e caktuar dhe një urinë e caktuar. A këtu beuli është am, do me thënë këtë urinat. Atëherë kur është diçka ma e përgjithshme, ma përfshirëse, ky hadith e abrugon atë hadith tjetër, pa? Ja hek hukmin. Ajo ka mbet vetëm për ato oranijin që I thushin aty në njerëzve që janë smu, pejgamberi u ka thënë pini, kombinoni qumshtin me shurën, dë bëhet ilaç për juve, e në mbylle gojen. Ma tu që, mos e hapni këtë temë, tamam. Se është çështje teknike, unë nuk është ashtu ta marri shurën e deves në program Turqi dol një idiot, ja qiti Hoxha Efendis tha pije. Kështu debati, kështu qasje ndaj argumenteve të Islamit nuk bëhet. Po Allahu Teala të bën rezil, mbas disa vjetë, ndoshta 10 vjet kalon mas atij programi, I njëjti person që mbajt filozof me atë shurën e deves, dolin program me një doktor. E nëjë doktori tha, atë kujtohet be para sa viteve kur ja qite Hoxhës atë shurën e deves. Ky mendoj se dhe ladroje. Po, o tham, këtë çudit, u bën e sebeb, ta hulumtoj, ta studioj mirë, po tha, po të izdike kur gjobe, tha. A dirë se dinjane I ilaçeve njerëzit e boj kanë pi shurës të deveve. Që ato ilaçe ne që I pim, shurup, au sa I merr. Po le gjika brenda në përbërja, po. Ma të verda që duken pak. Pa le qka pim neve ilaçe, s'na kallëzojnë doktorët, që mos gërditemi. Ma pa le piku e kanë atë përbërje në parë. E në mbet si, më falë një shprehje, tash jo si shura, po si ajo qetra mbet. Po jo tash ashtu kështë, kur veni doktor ta qanë balin, bo është rizil. E nëjë doktori musliman, apo? E ka prejt qatë moment. E në Allah I e prau. Ja. Ka disa transmetime se si ndodh ndëllimi I varrit. A ndodh vetëm në trup, apo ndodh në shpirt. Disa ulema ka thënë ruhi prap hyn në trup, si kështu që jemi gjallë, pastaj ulet aty, ama jo kështu në dimenzionet tona, apo ti dale kraja mbej traulla. Gjitha traullja kina heko që si dhe dale. Në botën e berzehit, ulet dhe vin me laqet e pyesin, me laqet munkeri dhe nekiri. Apo, disa qerë thot, shpirti I hyn deri në kraharor, që këtu deri në gjoks, dhe pi aty e fiton atë gjallëri,
që ta kuptoje pyetjen dhe të përgjigjet. Disa thujnë ndërmjet trupit dhe qefinit aty është shpirti dhe merr atë kontakt, pra e ka atë shuur, atë vetëdije që ti pranoj ato pyetje dhe të përgjigjet. Apo ti shoh ato skena, inshallah një bafçe xheneti për ne, apo për zullumqarët një grob xhenemi. Mirë po, thot ky dietari i bukur, ajo që i takon muslimanit është se, për gjitha ka argumente, neve i besojmë dënimit të varrit dhe nuk merremi me formën se si do ndodhe. Kjo në aspektin e transmetimeve, ndërsa aspektin e logjikës, si mund ta vërtetojmë se ka dënim të varrit apo jetë të varrit, thotë se një njeri kur e sheh vitin e tij në ëndër se është në një bafçe, në një obor me trëndafila, është i lumtur, plot gjelbrime, rrjedhin lume ndër këmbët e tij dhe zoq cicerojnë, bëjnë zhurmë të bukur, parë bash e konferencë se kur afrohet lindja e diellit fillen ciu. Më duket don neve të na japin një isharet se më frek nëse se ke fal sabajin dakikat e fundit. E tash heshtin. Se tash veç ato të këqija bëjnë berbat pullazin nat. Ama kur cicerojnë ato të voglat, sikur duan të na lajmërojnë se dakikat e fundit i kije. Afrohet lindja e diellit. Cicerojnë zoq në përdrujnë në përpem, ka ushqime shumë të bukura, pije shumë të shishme që nuk i ka shiju asnjëherë. Si dhe shumë mirësi qera, hiç mos hym tash saba, mos i provokojmë gratë. A kupton? Do me thënë, shohësh një ëndër shumë të bukur me do knatësi që nuk i ke përjetu hiç këtë dynja. Kur e shohësh pastaj, vjen një person të zgjon. Dhe nana thot hajde në shkollë. Çfarë andre shifsha. Ose gruaja thot hajde se duhet shkosh në punë. E ku mbet sabahi? Pse për sabah nuk na zgjon asnjëri? Për çat, elhamdulillah, gratë na zgjon. Zgjedh një gra që zgjon në sabah, se ne burrat jemi më të rëndë ka xhumi. Ne jemi më të vështirë. Elhamdulillah, ne bëjmë alarme sent, ama kur martohet njeri, vërtet i duhet një ndihmëse që dhe zgjojnë në namaz të sabajt. Allah ja Rabbi, si këty në gjemve këtu që janë. Të martunve jo, ju më thuj një amin. Ju e keni zëtën, elhamdulillah, ka një që u zgjon. Ja Rabbi, këtu që janë beqarë, po edhe që në njojnë pi larkë, po kudo që t'jenë barë botën muslimanve, gjemve të riboja nasip një grua që dhe i zgjojnë në namaz të sabajt. Amin, amin. Pande kur të zgjoje, mos ju këzdis, se i ke thonë amin kësa i lutjes, apo? Më u bëm buk shkel, lutjes tënde që e ke botash, më i thoi ani, e në 5 minuta, ajo e në 5 minuta. Vjen të zgjon dhe kushi, e thot, ja fulan, kum, qou, ti kur zgjohesh, i thuish, pse më zgjove, si kur të kisha vazhdu edhe pak, ti përjetoj këto kënaqësi. E çashtu është, e ngjashme edhe, dënimi i varrit, jeta e varrit. Mirë po në gjumë ka të zgjohesh, njeri u zgjohet në bas gjumi, ma në vorë nuk ka edhe njerë të zgjohesh. Dë njeri u mund të ashe vetën të asha në sjeltas, si në mirësi mund të ashe se dëkush e vret me shpat, apo e godet me diçka, apo e hikish nga dë një dyshman. Shpesh kom pa andra, ashtu në vrapon dë një qenë. Ma para nuk frigesh api qenëve udhës, pi andrave që e kom pa tash kot të kot të hec, a thush be të më realizohet ajo andra, e ne mbajsh atë qëndrim, e ne hoqje, së në korit e shtash me shalën e me gjybe, t'ja mbajsh ti që ka vetura, po me atë dridhje të zemrës, hecish. Kur odë një qenë këshu ma i frikshëm, se pi bubicave se nuk frigem. Apo e kafshon dë një gjarpën. E kur zgjohet, atër shpëton nga i dënim. Mirë po në varë nuk ka të shpëtuar. Që si në këtë dynja e përjetojmë një dimenzion që s'ka të bëje me këtë botë. Për një sekund shkojsh andej. E shohish një vlla muslimana me di se në andër është dëkush tjetër. Shohish një fytyr, kanë thënë njeri, hoxha, të kom pa taj në andër, ama një ftajrë tjetër. Shif qera dimenzione. Thot, e shoh një person, së më kujtojt fytyra ati, ama në andër e di sa o pejgamberi a.s. As në ka ndodh, mu elhamdulillah. Për pejgamberin jo, më për hoxalartë, e mi më ka ndodh, për ulemat e më dhe më ka ndodh. Kur e këse i kokën këndej? A ky qenë ka Imam Rabbani. E pash një ndër që është, kur isha në medrese.
Inshallah ja Rabi na bëj nasipen për pejgamberin alayhis salatu wassalam. E kur zgjohesh, atëherë shpëtohesh nga këto dënime, e përjetojsh një liri, thot, takhallus, do me thanë lirohesh. Oh, shqyr andër qenë, ka thush, apo. Ama welane e gjate, illa biznillah. Ndërsa në botën tjetër, nuk ka shpëtim. Përveç nëse të ka caktu Allahu Teala, ti jesh për atyne që varin dhe kesh bafqe në xhenneti. Allahumme khallisna min su'il khatime. O Zot, mirë është lutjet, ato derset me imbaru me lutje, që e marim lutjen e një myftiun për Andorin Osmane. Allahumme, o Zotë jon, khallisna, në shpëton neve min su'il khatimeti, nga përfundimi i keq. Me veprat këqija, me gjunafe, mos ja di shqyqyrin udhëzimit që ta ka dhënë Zoti, mos ja di vlerën mezhliseve që mbahen derse, mos ja di vlerën hoxhallarëve që duan të harrojnë ehli sunnetin, e jetojsh gjimduan mu hoxhallarët, unë ditë fali namaz, na i falte namaz. E në zeqat kishtë dhanë. E në ka jetu në vakët ku ka pas sheriat. Ka jetu në vakët ku ka pas sheriat. Tama. Ose në vaktin e dhe një pejgamberi qeter ka jetu. Pejgamberi a.s. në e rëfen të këtë mesele. Dhe në ruaj ja Rabi min adhabil qabri, nga dënimi i varit, u neshri, dhe nga dënimi në botën qeter kur dërim gjallemi, u su il hisabi, dhe në ruaj nga hesapi vështir, bi fadlike, u keremike, me mirësin tande dhe me dhuratën tande. Pejgamberi a.s. në mëson, neve që i lezojmë këto duat mas e tehijatut, Allahume salli, Allahume barik, Rabbena aghfirli, nuk mbarojnë vetëm me kaq, po ka edhe një lutje, Allahumme inni eudhu bike min adhabil qabr. Ja Rabbi, unë strehohem të ti nga dëshkimi i varit. Është një për argumenteve se ekziston dënimi i varit. Në çdo namaz pejgamberi a.s. e ka bë këtë lutje. E dim se ai nuk dën dëshkohet, atëherë ulema thujnë këtë lutje ka bë. Ne vetë na mësoje, po edhe t'ja pranoj Allahu Teala ati, që edhe ne që jemi ummeti ati të shpëtojmë nga dënimi i varit, se neve pikpytje ana pranojnë lutjet. Ka që ishte meselja 13, elhamdulillah ne si ehli sunneti besojmë kësaj, nuk hymë shumë detaje, mirë po keni kujdes, sot nga do rryma të rrezikshme, që e kanë ndru emnin, ma pare e kanë pas emnin Mu'tezile, sot kanë emra tjerë, mohohet dënimi i varit apo jeta e varit. Ta dini se rrezikohet imani, nga ehli sunneti 100% dilet, prandaj bëhesh për në zjarr të xhehenemit. Allahu Teala na rujidhve, wa akhiru da'wana enil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.